Shtrika nxori një fitë të kuqe dhe e lidh rreth dorës së gruas, duke I kërkuar asaj 3 dëshira. Nëse ajo e bënte dëshirën para se nyja të lidhej, do të bëhej e vërtetë. Pa pritmas, shtrika qeshi. Gruaja ishte e frikësuar dhe iku, pa dëgjuar fjalët e fundit të shtrikës. Mos e prisni. Të 3 muajt kaluan shpejt. Lina e mbante fijen e kuqe në dorë. Ajo I tregoi historinë të dashurit, por ai nuk besonte. Ai e preu fijen. Në momentin që fije e kuqe ra, shtrika ndjeu se dikush kishte shkelur tabu. Në atë kohë, Lina, e cila ishte thellësisht e dashuruar, ishte tashmë e pushtuar. Shpejt, ata ecën nëpër korridor. Ajo nuk e dinte se fatkeqësia po I priste. Pas 6 muajsh, Lina kishte fëmijën e saj, dhe kjo ishte fillimi I marrëdhënies. Atë ditë, ajo ftoi miq për darkë. Pas shqyrtimit të menus, Lina shkoi në banjë. Pas pak, shoqja e saj I tha burrit diçka të çuditshme. Në një galeri në Norvegji kishte një foto private të Linës dhe ajo e dinte për dëshirat me litarin e kuq. Tani, Lina ka realizuar 2 dëshira, të martohet me të dashurin e saj dhe të ketë një fëmijë të shëndetshëm.